erdhën për të folur për draft ligjin për arsim të lartë, por palët e përfshira në këtë debat kishin mendime krejtësisht të kundërta. Rektori i Universitetit të Tetovës Jusuf Zejneli, para ministres Janevska, tha se ky draft ligj për arsim të lartë duhet të tërhiqet. Për të njëjtin, Zejneli kishte edhe kritika të tjera. Që ligji më mirë të tërhiqet dhe të rishikohet dhe të tjetë një draft më i arsyeshëm i cili është në harmoni me gjendjen reale. Detyrimisht draft ligji duhet të ndryshohet dhe të jetë në harmoni me gjendjen reale të punës së universiteteve, konkretisht Universiteti të Tetovës i plotson gjitha kushtet, por natyrisht që ligji duhet të përmban dispozita të cilat janë në harmoni me gjendjen reale. Kundër mendimit të Jusufit është shprehur ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, e cila me plot laftë tregoi emrat e profesorëve maqedonas, të cilët janë përfshirë në përpilimin e ligjit, por nuk tregoi emrat e profesorëve shqiptar. Дело димињата кои вие ги прочитавте се реномирани професори на УКИМ, се дел од ректорската управа на УКИМ, едно име не ви е сосема точно. Овие луѓе учествувале во креирање на законот со полно право според реномето и позициите кои ги постигнале. И од тут има луѓе кои учествувале во креирањето на законот. Кои се ти луѓе? Не можам да ви кажам на памет, јас морам да ги прашам, ама ви се молам, јас, не, немој, не го спуштајте нивото, не го спуштајте нивото. Ligjin e kritikuan edhe nga Forumi për Ndryshime në Arsim. Blendi Hodaj tha se Ministria dhe Qeveria janë treguar jo transparent gjatë përpilimit të këtij ligji të rëndësishëm. Propozim ligji për arsimin e lartë mbi të gjithë është shumë jo transparent për nga forma në cilën është realizuar dhe është përpiluar, për vetë faktin që ministra para pak kohësh nuk i përmendi emrat e personave që kanë hartuar propozim ligjin, në kupton që ligji është jo transparent. Kjo është e rëndësishme për neve, për shkak se ligji për arsimin e lartë është interes publik, nuk është një vepër romani që mundeni me shkruajt me një emër anonim edhe ta nxjerrni dhe të thoni ja e kemi publikuar. Ky është debati i gjashtë publik për këtë ligj. Më herët debate të këtilla janë organizuar në Universitetin Nën Tereza, Universitetin Kirili dhe Metodi dhe universitetet e tjera privato-publike.